Maturantët e qarkut Korçës kanë zhvilluar provimin e dytë të maturës shtetërore, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Kanë qenë rreth 1800 maturantë nga të gjitha gjimnazet e qarkut, të cilët janë nënshtruar këtij provimi. Testi ka nisur në orën 10 dhe ka zgjatur 2 orë 30 minuta, ndërsa burimet zyrtare flasin për 12 qendra provimin të gjithë qarkun e Korçës, të cilat janë menaxhuar nga rreth 150 administrator. Pas përfundimit të provimit, disa prej maturantëve e kanë konsideruar testin të lehtë. Provimi ishte shumë i lehtë. Në fillim kishim ato emocionet si çdo provim i mundshëm, por që ja kaluam shumë mirë, i bëm të gjitha. Mendoj se provimi ishte nivel mesatar dhe mund të realizoj nga të gjithë. Dola mirë, po ishte pak i vështirë, po jo se ishte shumë i vështirë, po që dola mirë. Provimin të them drejtën ishte i thjeshtë. Unë dola mirë të them të drejtën se u përgatita. Teza ishte shumë e thjeshtë, pasi ne jemi njohur me Prometeun gjatë viteve shkollore si dhe gjatë konsultimeve. Të pyetur se ku e shohin të ardhmen e tyre, disa prej maturantëve mendojnë se do të vijojnë studimet në Shqipëri, ndërsa të tjerë dëshirojnë të ikin jashtë vendit. Edhe jashtë vendit nuk është se është aq e lehtë sa mundet ta mendojmë, por që edhe në Shqipëri niveli sapo vjen dhe po ulet, disi, por që më shumë në Shqipëri. Unë do doja të ishte në Shqipëri, sepse e di që pirja e të rinjve është të shkojnë jashtë vendit, po mendoj se ardhmja më e bukur mund të ndërtohet vetëm në vendin tënd. Po mendoj se në Shqipëri nuk mendoj se të largohem, po mendoj se në Shqipëri nuk e kam qejf të largohem. Jashtë vendet. Nuk shikoj të ardhmen në Shqipëri sepse nuk ka punë, nuk ka fëmijë, nuk ka nxënës, edhe nxënësit gjithmonë ikin për një arsye për punën. Besoj se jashtë vendit, me shumë mundësi. Pasi ka gjëra më të avancuara, më të mira dhe ardhmja e punës është më e zhvilluar dhe mendoj se do të shkoj jashtë. Provimet e maturës do të vijojnë me 16 qershor me provimin e matematikës dhe do të përmbyllen me 23 qershor me provimin e lëndëve me zgjedhje.